Mirë, ende nuk e kam. Sara Demushin do të presim disa momente sa të bëjmë të mundur lidhjen me Sarën për informacionin e fundit, ndërkohë që mbetemi ende me pamjet e drejt për drejta të forcave zjarfikse dhe flagve të cilat janë pamërshirshme, përfshin gjithë shka ndodhet në banesat e banorëve të zonës 5 Maj. Godina që jemi duke parë në pamjet e drejt për drejta ndodhet fare pranë, si pas asaj që konfirmoi Jennifer Radi disa minuta më parë, fare pranë ndërtesës konviktit të studentëve të mjekësisë, pothuajse e gjithë zona, si pas asaj që raportohet, si pas videove edhe pamjeve që vinë në Euronews Albania, është përfshirë nga flakët të cilat ka nisur rreth orës 17, dyshohet në katin e parë të një supermarketi për të përhapur mëtej në të gjithë ndërtesën. Forca të shumta policie, forca zjarfikse, forca të ushtrisë, banorët që tashmë janë duke parë si spektator, fatkeqësisht gjithçka që i shkumbohet në sy nga banesat e tyre. Fatmirësisht nuk kemi të lënduar rënd deri në momentin që flasim, përveç paraqitjes 2 banorëve dhe 3 zjarfiksve me shenja asfiksie në QSUT, aty ku që në minutat e para është ngritur një grup pune për të menaxhuar situatën tek trauma edhe tek djegja. Rikthehem edhe njerë, nuk e di, e kam Sarën. Sara, të lutem, më thuaj çfarë ke mundur të mësosh, ke mundur të komunikosh me banorët, çfarë ka ndodhur konkretisht në minutat e para të këtij zjarri, i cili ka nisur në orën 17 dhe është përhapur shumë shpejt në gjithë ndërtesën. Është e paqartë shkaku i këtij zjarri ditën e sotme. Banorët e zonës nuk japin më shumë detaje për shkakun e zjarrit, ndërsa në këtë momente, siç edhe jeni duke ndjekur pamjet të drejt për drejta, është ndërhyrja e 4, e cila po bëhet nga ajri me qëllim vënien nën kontroll të zjarrit, por në fakt vjen të jetë një mision i vështirë për ekipin zjarfikës, të cilët janë duke munduar në të gjitha anët e mundshme të pallatit për të vënë në kontroll dhe për të shuar flakët, por siç e theksova dhe për shkak të materialit të këtij pallati me cilin është ndërtuar, e bën të pamundur shuarjen dhe vënien në kontroll të flakëve, por ajo çfarë ne shikojmë gjatë këtyre minutave të fundit, duket se zjarri po përhapet me shpejtësi tashmë në të gjitha katet e këtij pallati, i cili po bëhen gati 2 orë i lirë, ku është duke punuar me të gjitha forcat e mundshme si të shërbimit zjarfikës, po ashtu edhe helikopter, siç e theksova më herët, është ndërhyrë 4 herë nga ajri, janë forcat të ushtrisë, djetra automjetet të shërbimit zjarfikës, por në fakt është tetë e vështirë të vihet nën kontroll ky zjarri për masave të mëdha, ku deri në këtë momente mësohet se 3 banorë të këtij pallati dhe po ashtu 3 punonjës të zjarfikësve janë transportuar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për shkak të shenjave të asfiksisë të cilat kanë shfaqur. Tashmë për shkak edhe të materialit apo të pajisjeve të cilat ndodhen në apartamentet e këtij pallati, ka vazhdimisht edhe shpërthime, dëgjohen shpërthime, ndërkohë tashmë policia është duke zgjeruar perimetrin e sigurisë për faktin e rrezikut që mund të kanoset edhe për shkak të njerëzve të cilët ndodhen, përveç banorëve të zonës, ka një numër të lartë të banorëve të tjerë të pallateve përreth të cilët janë afruar, por tashmë policia ka kërkuar që të largohen të gjithë banorët të cilët ndodhen shumë pranë pallatit. Ndoshta do duhet të zhvendosemi edhe ne në këto momente për shkak të zgjerimit të perimetrit të sigurisë nga ana e policisë, ndërkohë siç e theksova sa i përket personave të cilët janë drejtuar spitalit, pra janë transportuar në QSUT, mësohet se kanë shfaqur shenja asfiksie.
Ndërkohë, si që jeni duke parë në këto momente, Ministri i Punëve të Brendshme vijon të jetë ende i pranishëm gjatë ndërhyrjes që është duke bërë shërbimi i zjarfikës, ndërsa përshkaqet janë ende të paqarta sa i përket këtij zjarri të regjistruar pas ditën e sotme në një operacion që vijon puna me 10 forca të ndryshme të cilat të ndodhen në zonë, por pa mundur që ta shuajnë të vënë në kontroll flakët në këtë pallat që prej orës 17. Deri në këto momente nuk kemi ende një reagim